Bleona, për ta nisur nga ajo që është më rëndësishme, gjendja shëndetësore e efektivëve të policisë, si paraqitet ajo dhe më pas të lutem të gjitha detajet e këtij operacioni? Gjendja e efektivit të policisë Gentian Meda është nën monitorim nga mjekët në spitalin e traumës. Ky i fundit është lënduar gjatë një operacioni për kapjen e një personi të shpallur në kërkim në Dipër, ndërkohë nga ana tjetër, sipas informacioneve paraprake, është lënduar edhe një efektiv tjetër i cili ka thyer këmbën, por mbetet për të verifikuar më tej. Deri në këto momente, ky është i vetmi informacion që kemi për efektivin e dytë të lënduar, ndërkohë sa i përket Gentian Medës, ashtu siç e thash, ndodhet nën monitorim nga mjekët. Ky i fundit u lëndua gjatë një operacioni për kapjen e një personi shumë të kërkuar në qytetin e Dibrës. Sipas informacioneve, lëndimi efektivi i forcave shqiponja ka mbetur i lënduar gjatë kohës që është futur në një banesë për kapjen e 35 vjeçarit të shpallur në kërkim. Bëhet fjalë përkatësisht për shtetasin Klodian Llomi, i shpallur në kërkim për veprat penale, organizat kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafikimi lëndëve narkotike, i cili ka rënë në prangat e policisë. Ky i fundit ishte dënuar nga gjykata e apelit me 6 vite 7 muaj burg për veprat penale që thash pak më parë, ndërkohë gjatë operacionit mbetën edhe të lënduar 2 efektivët, ku Gentian Meda pas marrjes së ndihmës së parë në spitalin e Dibrës u transportua drejt traumës për një përmjekim të mëtejshëm, pasi plagët e marra nuk kanë qenë plagë të lehta. E kuptoj, dhe flasim për një gjendje jashtë rrezikut për jetën për efektivin, Bleona? Po, është jashtë rrezikut për jetën. Deri në këto momente nga spitali i traumës kemi arritur që të mësojmë që ndodhet në një gjendje stabil dhe po mahet në monitorim nga mjekët e Tani, për të rikthyer edhe një herë, ti e përmendë pak më parë dhe autorin i cili është arrestuar gjatë këtij operacioni. Megjithatë, të lutem, për ta përmendur të gjithë dinamikën, si ka ndodhur, si është organizuar ky operacion, banesa në cilën ka ndodhur ngjarja ishte e personit që ishte shpallur në kërkim dhe çfarë përfaqëson 35 vjeçari? Atëherë 35 vjeçari, ashtu siç e thash dhe pak më parë, është dënuar me 6 vite 7 muaj burg për disa vepra penale, ku përfshihet organizata kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafikimi i lëndëve narkotike. Këto janë vepra të kryera në Itali, ndërkohë siç e shpjegova, gjatë operacionit për kapjen e këtij personi të shpallur në kërkim dhe të dënuar me më shumë se 6 vite burg për veprat penale që përmenda, efektivi i forcave të posaçme Shqiponja, Gentian Meda, gjatë kapjes së personit është rrezuar nga një mur rrethues, sipas edhe njoftimit të policisë, dhe ka pësuar dëmtime trupore më pas, po sipas njoftimit. Edhe një herë emrin e 35 vjeçarit, të lutem? Atëherë, 35 vjeçari i cili është kapur nga efektivët e policisë, bëhet fjalë për Klodian Llomin. Ishte i shpallur në kërkim për disa vepra penale të kryera në Itali dhe i dënuar me 6 vite 7 muaj. Dhe strehoi në Dibër? Po, në një banesë, sipas informacioneve paraprake, në një banesë 3 kaçe, dhe edhe aty ku është kapur në fakt nga efektivët e policisë. E kuptoj. Mirë, të falenderoj, Bleona.